Edicioni 64 i Festivalit Mbar Kombëtar të Këngës për Fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup moshës. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në 2 kategori, në të vegjelve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjelve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitort, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Atëherë mendoj që me marrëveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje ne trive për me kanë më të mirë, dhe këta e bajnë më së miri nëpërmes këngës.